Përshëndetje dhe selam aleikum. Jemi në videon e tretë, ardhja e Mesihut alayhi salam, dhe kjo është videoja përmbyllëse bashkë me dy të tjerat. Këtu do të flasim 4 pika përfundimtare. E para është sa do të jetojë Isa alayhi salam, pra Mesiu i vërtet, dhe vdekja e tij. E dyta, pse nuk është Zot, përtej mrekullive dhe gjërave të ndryshme që ka bërë, si në ardhjen e parë, po ashtu edhe në të dytën. E treta, pse duhet vi Isa alayhi salam dhe jo ndonjë profet tjetër, pra ku gjendet urtësia në këtë mes. Dhe e katërta, ardhja e Isait alayhis salam, a bie ndesh me të qenit profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç thon disa nga kuranistët në fakt, po ashtu edhe të krishterët, por dhe nga muslimanët e dobët që nuk kanë pra shumë dituri, ja vlen që ta mësojnë. Do t'ja nisim me dy ajetet bazë me të cilat e kemi ndërtuar pra këtë cikël të videove, dhe do të shikojmë Bismillahirrahmanirrahim. Në surën Zuhruf nga ajeti 57 deri në 62, ne do të lexojmë vetëm pjesën për mos më zgjat videoja shumë. Allahu i Madhërisht thotë: në të vërtetë Isa alayhis salam është shenjë e orës kiametit, në ardhin e së cilës mos dyshoni kurse si. Pra ndiqmuni mua, kjo është rruga e drejtë. Në surën Nisa ajeti 159. Mbasi përmend që as nuk e kanë vrarë, as nuk e kanë kryqëzuar, normal që përderisa nuk është vrarë, s'ka dyshim që as nuk ka ndodhur kryqëzimi, gurzimi apo gozhdimi. Thotë Allahu i Madhërisht, të gjithë thtarët e librit do t'i besojnë Isait alayhis salam para se ai të vdes, dhe në ditën e kiametit ai do të jetë dëshmitar kundër tyre. Po ashtu, në hadithin të cilën transmeton Imam Budavudi, profeti alayhis salatu wassalam thotë: mes meje dhe Isait alayhis salam nuk ka profet tjetër. Ai do zbres nga qielli në tokë. Kur ta shihni, dijeni se nga cilësitë e tij është se ai është njeri mesatar, as i gjatë, as i shkurtër. Ngjyra e lëkurës së tij anon nga e kuqe dhe e bardha. Kur të zbres, ka të veshura 2 rroba, ngjyra të cilëve është e verdhë e çelët. Koka e tij shkëlqen sikurse të jetë lagur nga freskia dhe pastërtia e tij. I lufton njerëzit dhe nuk pranon tjetër prej tyre përpos fesë islame. E thyen kryqin, e vret derrin dhe braktis xhizin. Nuk pranon në kohën e tij as që të ketë dominim apo krenari tjetër përveç se fesë islame, e vret Mesiu Dexhalin pra Antikrishtin, dhe që ndron në tokë 40 vjet. Pastaj e vdes dhe muslimanët ja falin namazin e xhenazës. Para se të kalojmë pikën e dytë, bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Pra pam në videon e parë dhe të dytën, pra që kur të vi Isa alayhis salam, është i njëjti profet, ka për të bërë Mesiu Dexhalin, pra do ta ekzekutojë atë, do t'i lutet Allahut që ti ndëshkoje xhuxh me xhuxhët, pra që t'ju vi vdekja, do të pastrohet toka, do të bëhet sipas qyr, përtej kësaj do të pastrohet edhe nga idhujtaria, dhe Isa alayhis salam pra ka për t'i kundërshtuar të krishterët, të cilët e kanë adhuruar si Zot, dhe ka për të urdhëruar që të thyet kryqi. Pra nuk do të ekzistojë fe krishtere, se nuk ka qenë ndonjëherë fe e tij, madje as nuk ja ka padur haberin Isa alayhis salam që ekziston krishterimi. Përkundrazi ka ardhur me Islam. Po ashtu shikojmë që edhe xhizjen pra ai nuk do ta pranojë, sepse kjo është fuqizuar nga Muhamedi alayhis salam, e nuk ka se si ta pranoj përderisa bie një kundërshtim i madh, se nuk mund të thotë ai un jam edhe Zoti juaj edhe të pranoj xhizjen, nga momenti që nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë Zot përveç se robi i nështruar dhe i dërguar i Allahut, padyshim që ai nuk e pranon diçka të tillë nga njerëzit. Përkundrazi, siç thotë Allahu i Madhërisht në ajet, pra të gjithë do t'i besojnë atij. Pra kanë për ta besuar. Ndërsa ata që nuk e besojnë normal, pra pasuesit e Mesiu Dexhalit, do të eliminohen nga fryma e tij deri atje ku arrin shikimi. Kush ka më tepër dëshirë dhe si ka ndjek videot, le t'i kthehet parës dhe të dytës. Përse nuk është Zot Mesiu? Pra gjatë gjithë këtij misioni të madh, të gjatë dhe madhështor. Do të shikojmë në surën Maryam disa ajete dhe një ajet tjetër në surën El Maide. Në ajetin 26 deri tek ajeti 37, Allahu i Madhërisht na tregon. Thot: ha, pi edhe qetësohu pra në paqe, dhe nëse sheh ndonjë njeri thuaj unë jam betuar të hesht për hir të gjithë mëshirshmit dhe sot nuk i flas asnjë njeriu. Pra i thot nënës të Isës alayhis salam gjatë kohës që ishte shtatzan. Duke e mbajtur Isain alayhis salam në krah, shkoi të këta afërmit e vet. Ata i thanë: o Merieme, ke bërë një punë vërtet shumë të keqe. O i motra e Harunit, babai yt nuk ishte njeri i keq, e as nëna jote nuk qe e pamoralshme. Por ajo u bëri me shenjë nga foshnja. Ata thanë: si mund t'i flasim atij? Pra është një foshnjë në diep. Isai alayhis salam tha: çfarë ka thënë? Pra dhe kjo është pika kulminante që rrëzon komplet besimin e tyre, pra jo vetëm trinitetin. Ai tha: unë jam robi i Allahut. Pra,
jo biri i tij, djali i tij apo cilësia e tij, pra e folura e tij u bëra pjesa e vetvetes dhe ngatrimi që nuk është zgjedhur as do të zgjidhet ndonjëherë. Thotë unë jam robi i Allahut. Ai më ka dhënë mua librin dhe më ka bërë profet. Pra kush e jep librin profetëve? Zoti. Kush e zgjedh ata për profet? Padyshim Zoti. Kështu që iku e pjesa pse nuk mund të jetë Zot. Përtej asaj që ka ardhur dhe ka lindur si një njeri, pra si të gjithë ne tjerët, pra të zakonshëm. Ajeti 31. Më ka bërë të bekuar kudo që të jem dhe më ka urdhëruar për namaz dhe për zakat sa të jem gjallë. Pra siç e pam dhe në hadithet e profetit alayhis salam, kur të vi, do të falet Isa alayhis salam, madje mbas Imam Mehdiut, dhe pra është një besimtar siç jemi edhe ne, që do thot namazi ka qenë në kohën e tij, jo siç e kanë shfuqizuar të krishterët. Pra ka dhënë edhe zakatin në kohën e tij. Dhe e ka urdhëruar Zoti derisa të jetë gjallë. Dhe nga momenti që do të vi përderisa nuk është vrar, padyshim që ai është gjallë. Dhe do të shikojmë nga fundi i videos që ka për të kryer dhe haxhin dhe umren. Pra këtu shikojmë qartazi që Isa alayhis salam pra ka qenë i bekuar përtej asaj që në Bibël pra është i mallkuar, siç e thot Pali pra, i cili e ka bërë këtë gjë ndaj Isait alayhis salam. Dhe thot, më ka bërë të dashur ndaj nënës time, e nuk më ka bërë mendje madh e as të padëgjueshëm. Paqja e Allahut është me mua ditën kur u linda, ditën kur do të vdes dhe ditën kur do të dal prej varrit i gjallë. Pra këtu shikojmë përsëri ky ajet i hedh poshtë pretendimet e tyre, po ashtu përmbledh edhe dy videot e para. Pra Isa alayhis salam pra është me paqe prej Zotit që kur ka lind, pra i bekuar, jo i mallkuar si në krishtërim. E dyta, ditën thot kur të vdes. Pra ne e dim që nuk ka vdekur, sepse po të kishte vdekur, duhet edhe të ishte ringjallur. Nga momenti që nuk ka vdekur dhe do të vi, padyshim, do të vdesit, do të varroset, do të qefinoset dhe do të ringjallet, siç do të merret në llogari pra në surën El-Maide, ku thot Allahu i Madhërisëm, ati u the njerëzve do të adhurojnë ty dhe nënën tënde pra si dy zota. Ose zota në vend të Allahut. Po ashtu në ajetin 34, çka thot Zoti i botrave? Dhe ky ajet është për të mbajtur mend. Kjo është e vërteta për Isain, pra të birin e Merjemes, për të cilën ata më kot pra polemizojnë. Pra kjo është e vërteta, ka qenë robi i Allahut, i është shpallur pra libri, ka thirrur në adhurimin e një Zoti, i ka kryer urdhrat dhe ju vetëm polemizoni kot, pra jeni njerëz renegat. Dhe thot, nuk i shkon madhështisë së Allahut që të ketë bir, i pastër është ai nga çdo mangësi. Kur ai vendos për një çështje, vetëm thot behu dhe ajo bëhet. Siç kemi dhe ajetin tjetër pra që Isa është sikurse Ademi alayhis salam. Pra i krijuar, i ka thënë behu dhe ajo bë. Isa alayhis salam çka e ka urdhëruar popullin e vet në ajetin 36. Isa alayhis salam i tha popullit vet, dhe Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, prandaj vetëm atë adhuroni, po jo vetëm kaq. Kjo është rruga e drejtë. Pra, siç thot Allahu i Madhërisëm në surën Zuhruf dhe Nisa, pra kurse si mos keni dyshim dhe si përfundon ajeti. Kjo është rruga e drejtë, rruga e vërtetë. Pra rruga e profetit alayhis salam që nga rruga e vërtetë. Rruga e Isait alayhis salam përsëri rruga e vërtetë. S'ka dyshim se ta ndjekësh dhe ta adhurosh krijuesin. Pra, si një vetëm nuk ka si të jetë ndryshe përveç se kjo të jetë rruga e vërtetë. Çka thot Zoti i botrave në ajetin 37? Por grupet e kundërshtojnë njëri tjetrin rreth Isait alayhis salam. Mirë për ata që nuk besuan se çfarë kanë për të parë ditën e madhe, pra ditën e gjykimit, kur dalim para Zotit të botrave. Tani çfarë shikojmë? Në ajetin 36, Isa alayhis salam të njëjtin mesazh u ka thënë dhe në Bibël. O bijtë e Izraelit, adhuroni Allahun, pra adhuroni Zotin tim dhe Zotin tuaj, pra ilahun tim dhe ilahun tuaj, pra Perëndin tim dhe Perëndin tuaj. Po ashtu në surën El-Maide, ajeti 110, Allahu do të thotë: O Isa biri i Merjemes, kujtoje mirësinë time ndaj teje dhe ndaj nënës tënde, se si të fuqizova me shpirtin e shenjtë, pra me Xhibrilin alayhis salam, se si ti u predikoje njerëzve kur ishe në foshnjë, dhe i rritur, se si ta mësova ty librin dhe urtësinë. Pra do më thënë Zoti ja ka mësuar librin Isait alayhis salam. Po ashtu thot Teuratin dhe Ungjillin, se si me vullnetin tim, pra me lejen time, krijoje një figurë shpendi prej balte, e pasi fryje në të ajo bëhej zog. Përsëri me urdhrin tim, se si me vullnetin tim, i shrohet e verbrit e lindur dhe të tillët pra, dhe të sëmurët nga lebroza, dhe se si ngjallet të vdekurit me vullnetin tim. Pra me lejen dhe vullnetin e Zotit i ka bërë. Nuk ka qenë vetë Zot. E siç e pam sipër pra në ajetet e surës Merjem,
Çka thot pra, unë jam robi i Allahut, pra më ka dhënë librin, ka bërë të bekuar, paqja selami qoftë mbi të, kur ka lind, kur vdes e kur të ringjallet. Dhe çka thot Allahu i Madhërisht në përfundim të ajetit? Se si pengova thot sulmet e judenjve kundër teje, atëherë kur u shkove me argumentet e qarta e kur mohuesit nga radhët e tyre thanë, kjo është veç se magji e qartë. Pra këtu shikojmë dhe Muhamedi alayhis salam i kanë thënë të njëjtën gjë. Pra jo magjistar, jo i çmendur, jo kështu, jo ashtu. Të njëjtën gjë e kanë thënë dhe Isa alayhis salam, po ashtu dhe profetëve të tjerë. Dhe normale vërteta pra është e hidhur për ata cilët nuk e pranojnë. Po ashtu është e rëndë. Kjo ishte pjesa sa për të qenit Zot, pra pse nuk mund të jetë Isa alayhis salam. Urësia e zbritjes të Isait alayhis salam e jo të dikujt tjetër. Normal dhe kjo video i merr disa minuta. Urësia e parë është kundërpërgjigje ndaj hebrejve të cilët mëtuan se e kanë mbytur dhe kryqëzuar atë, e janë burrur pra me një gjë të tillë. Dhe Allahu i Madhërisht thotë dhe për fjalët e tyre ne e vram Mesihun, pra në shenjë arrogance, pra e thon këtë gjë. Isain të birin e Meriemës të dërguarin e Allahut, se ata nuk e kanë besuar, po e ka thënë me nënçmim. Andaj thot Allahu i Madhërisht pra, me zbritjen e tij para ndodhisë kiametit, Allahu ata do t'i demantoj një herazi. Isa i biri i Meriemës do të luftoj kundër tyre dhe do t'u avras mbretin, pra të komandantin e tyre Mesiu Dexhalin, pra Mesiun e rrem. Rrjedhimisht vjet në pa e vërteta se në fakt është ai që do t'i vras dhe ata nuk e kanë vrarë atë. Pra ky është një bumerang që ata kanë pretenduar se e kanë vrarë Isën alayhis salam. Por është Isa alayhis salam ai i cili do t'i vrasi pra ata, si me frymën e tij që arrin atje ku arrin shikimi, padyshim që do të vrasi dhe mbretin e tyre, pra atë të mallkuarin dhe mallkimi i Zotit qoftë mbi të, mbi Mesiu Dexhalin. Urësia e dytë, Allahu do ta zbresë Isain alayhis salam para përfundimit të botës që ta plotësojë jetën që u kishte caktuar atij. Pastaj do të vdesë dhe do të varroset në tokë. Isa alayhis salam është krijesë, është i gjallë në qiell, bën një të veçantë të botës së fshehtë, por gjatë gjithë këtyre shekujve dhe patjetër që duhet të vdesë, sepse vetëm Allahu do të vazhdojë të ekzistojë, i cili është El Hayyu El Qayyum, pra i gjallë i përjetshëm, ai i cili është i panevojshëm për asgjë. E nuk mund të jetë dikush tjetër i cili pra të jetë i barabartë me Zotin dhe mos vdesi kurrë. Isa alayhis salam nuk do të vdesë në qiell, as që do të varroset aty, pasi që qielli nuk është caktuar vend për vdekjen e njerëzve, e as nuk ka varreza aty. Allahu ka krijuar njeriu prej dheut të tokës, i ka bërë të varrosen dheun e tokës, dhe prej atij dheu do të ringjallen, siç thot Allahu i Madhërisht në surën Taha, ajeti 55. Ne ju kemi krijuar prej tokës, aty do t'ju kthejmë dhe nga ajo do t'u nxjerrim dhe një herë tjetër. Sekondemi, Allahu i Madhërisht me zbreti Isain alayhis salam në tokë që të vdes dhe të varroset në të, sepse qielli nuk është varri as i tij, as i krijesave të tjera, pra i njerëzve. Urtësia e tretë, për gënjeshtrimit krishterëve rreth pretendimeve rreth tij dhe teprimit të tyre ndaj tij. Isa alayhis salam do t'i thrasë ata që ta adhurojnë vetëm Allahun. E mohon krishtërimin që ngërthen në vetvete gënjeshtra e trellime, duke e thyer kryqin dhe duke e thirrur derrin, një herazi zbritja e tij i gjallë nga qielli është replika kundër trillimeve të krishterëve se ai ishte vrarë, ishte kryqëzuar, kishte vdekur dhe se shpirti i tij kishte dalë në kryq e me radhë. Pra do të thënë, kur ta shohin do ta besojnë Isën alayhis salam dhe ka për ta kundërshtuar këtë besim i cili kurrë nuk ka qenë i tij, as nuk ka thirrur në të. Urtësia e katërt, dëshmia e tij praktike për vulën e gjithë profetëve, Muhamedit alayhis salam, dhe të fesë islame, se kjo fe është legjislacioni përmbyllës që ka shfuqizuar të gjitha të tjerat, pararendse nga fetë e tjera, si feja hebraike dhe e krishtere. Njëkohësisht ky është dhe përgjigjëstrimi i fundit i tij, që u bën hebrejve dhe të krishterëve, të cilët nuk e njohun profecinë dhe shpalljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kësaj ai me veprat dhe me luftën e tij e vërteton se Muhamedi alayhis salam është vula përmbyllëse e të dërguarve dhe profetëve alaihimus salam, dhe se shpallja e tij është shpallje përmbyllëse, shpallje e fundit. Islam që nga krijimi i njerëzimit për njerëzit dhe xhindët, dhe Islam deri në fundin e kësaj bote, pra adhurimi i Zotit vetëm me merit, dhe jo i krijesave, i profetëve, i melekëve, i xhindëve, me radhë. Pika e fundit, disa sqarime për ata që thonë se si mund të jetë Isa alayhis salam prap në tokë si profet mbas Muhamedit alayhis salam, dhe se kjo është e pamundur. Pra sikurse mohohet të qenit profet Muhamedi alayhis salam. Imam Kurtubiu, Allahu i mëshiroft, thotë, disa njerëz kanë thënë se me zbritjen e Isait alayhis salam shfuqizohet
pra të ngarkuarit me detyrimet e shariatit, me qëllim që Isa a.s. të mos jetë i dërguar për banorët e asaj kohe. Isa a.s. i urdhëron njerëzit e asaj kohe me urdhër nga Allahu. Kjo do të thotë se ai është i dërguar pas Muhamedit a.s. Mirë po fjala e këtyre është e refuzuar, pra si thon ata, që do të thotë vinë mbas tij dhe i bie të jetë i fundit. Thot fjala e tyre është e refuzuar me fjalën e Allahut xhaleshanu në Kur'an ku thot në surën Ahzab ajeti 40. Nuk ka profet pra në surën Ahzab dhe me fjalën e të dërguarit alayhis salatu sallam që thot ai është i dërguari i fundit, thot Zoti i botrave, vula e profetëve, dhe në fjalën e profetit alayhis salam ku thot nuk ka profet pas meje, po ashtu në hadithin tjetër, dhe unë jam profeti i fundit. Pika tjetër, Isa i biri Meriemës do të gjykojë me ligjin e Muhamedit alayhis salam dhe ka për të qenë një prej ndjekësve të tij. Ai nuk ka për të zbritur me ligj të ri, sepse feja islame është vula e gjithë feve dhe do të mbetet e tillë deri në ditën e Kiametit. Islami nuk shfuqizohet më dhe kështu Isa alayhis salam ka për të qenë një prej gjykatësve të këtij umeti dhe një rinovues i gjendjes së Islamit, sepse pas Muhamedit alayhis salam nuk ka më profet. Pra do të jetë brenda Islamit, jo si profeti i fundit. Pika tjetër, kur Isa alayhis salam të zbres ka për të qenë një prej ndjekësve të Muhamedit alayhis salam. Sikurse përcillet nga Omeri radhiyallahu anhu, kur i ka sjell pra një fletushk prej Teuratit Muhamedit alayhis salam, çka i thot pejgamberi alayhis salam? O Omer, kam ardhur pra me të vërtetën me argumentin ku edhe nata është sikurse dita. Pra argumenti është i qartë pra gjatë gjithë kohës. Dhe thot, sikur të ishte gjallë Musai, pra vllai im, nuk do t'i lejoj asgjë tjetër përveç se që të mdiqte mua. Po ashtu shikojmë, Isa alayhis salam është i njëjti profet tek bijtë e Izraelit. Pra do me thënë tek pasardhësit e Jakubit alayhis salam. Musa alayhis salam me Teurat, Isa alayhis salam me Teurat, po ashtu edhe me Ungjil. Po shikojmë edhe Jahjan, edhe ai me Teuratin dhe me Ungjillin. Pra cili do nga ata të ishte, do ta besonte Muhamedit islam, siç është edhe një ajet tjetër në Kur'an, pra kur Allahu e ka marrë besën nga të gjithë profetët, a do ta besoni të dërguarin tim Muhamedit islam nëse vinë mesin tuaj? Ata janë dorëzuar Allahut dhe kanë thënë, po, do ta besojmë. Pra edhe në kohën e Nuhut, vindët, Ibrahimit, në çdo lloj kohe, e kanë pas detyrë ta ndjekin atë. Megjithatë nuk i kemi mbledh të gjitha ajetet për mos më u zgjat shumë. Pika tjetër, para se të zbres nga qielli Isa alayhis salam, ai e ka mësuar atë që i nevojitet për njohurive të ligjit të Muhamedit alayhis salam. Pra e ka përgatitur Zoti që të gjykojë më pas me të dhe të veprojë vetë sipas tij. Besimtarët mblidhen rreth Isait alayhis salam kur zbret dhe e vendosin atë gjykatës për të, pra për popullin që do të jetë në atë kohë apo njerëzit. Pra mendimi i këtyre që thon ato trillimet apo dilemat, gjithashtu thot Imam Neveviu është i refuzuar sepse shfuqizimi i gjykuarit me ligjin e Allahut nuk lejohet dhe se vazhdimësia e kësaj bote varet nga vazhdimësia e zbatimit të detyrimeve të ngarkuara dhe ajo do të vazhdojë të ekzistojë, po aq kosa do të vazhdojë dhe të thuhet në tokë Allah, Allah. Pra, deri atëherë do të ketë Islam. Pika tjetër, detyrimet që Allahu xhaleshanuhu ka vendosur me ligjin e Muhamedit alayhis salam do të vazhdojnë të jenë të detyrueshme për njerëzit dhe kur të zbret Isa alayhis salam, këtë e vërteton fakti që vet Isa alayhis salam kur zbret, pra çka bën ai? Fal namazin me muslimanët, kryen haxhin dhe i lufton jo besimtarët, apo ata që kanë trelluar për besimin e tij. Hadithet në lidhje me namazin, aty i kemi përmendur pra më sipër siç e tham, po kështu dhe hadithet në lidhje me luftën e Isait kundër Dexhalit dhe ndjekësve të tij janë përmendur. Ndërsa për kryen e haxhit, Imam Muslimi përcjell nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti alayhis salatu wasallam ka thënë, pasha atë në dorë të cilit e shpirti im. I biri Meriemës ka për të hyrë në luginën e Rauhas për haxh ose umre ose duke i bashkuar ato të dyja. Pra shikojmë që Isa alayhis salam do të kryejë haxhin dhe umren. Pika tjetër, heqja e xhizjes për jo muslimanët nga ana e Isait alayhis salam. Edhe pse ata e përmban legjislacionin islam, përpara se të zbres Isa alayhis salam, nuk do të thotë se me shfuqizimin e këtij ligji, Isa alayhis salam vjen me një ligj të ri, sepse vetë marrja e xhizjes në legjislacionin islam është e kufizuar me zbritjen e Isait alayhis salam. Dhe këtë e ka paralajmëruar pejgamberi i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai konsiderohet pra garantuesi i këtij ligji të shfuqizuar. Këtë e vërteton fjala e tij, thot pasha Allahun, biri i Meriemës do të zbres ndër ju si gjykatës i drejtë, ai e thyen kryqin, e vret derrin dhe heq xhizin. Pika tjetër, koha e qëndrimit të Isait alayhis salam pas zbritjes dhe vdekjes e tij në lidhje
Me qëndrimin e Isait a.s. në tokë pas britjes së tij nga qielli, janë përcjell disa hadithe që tregojnë se ai do të qëndrojë 7 vjet. Në disa të tjera tregohet se ai do të qëndrojë në tokë pra 40 vjet. Dhe këtu është përmbledhja dhe përfundimi. Të dy këto transmetime janë të sakta. Pra 7 vjet hadithin që e përcjell Imam Muslimi, si dhe 40 vitet pra që përcjellet po ashtu hadithi tjetër. Dhe këtu shikojmë kur i bëjmë bashkë të dy hadithet, pra se Isa a.s. 33 vite i ka jetuar. Po ashtu dhe 7 vite të cilat do të jetoj kur të vi, kështu që përmbledhet 40-sja. Edhe kjo video zgjati pak, ishte e fundit, po ashtu janë 4 pika shumë të rëndësishme, nëse i përmbledhem edhe ato të tjerat, pra në 2 videot e para dalin më shumë pika, kështu që lut Allahun, të jetë e dobishme kjo video, kush ka mundësi dhe dëshirë ta shpërndaj që të marrë sevape me lejen e Allahut, dhe lut Zotin na e pranoj këtë vepër vetëm për hatër të tij, ta bëj sebeb që të udhëzohen njerëzit, dhe falenderojmë Allahun e Madhërisëm pa mas që na ka udhëzuar në këtë fe, ne i ka mësuar librat, materialet, artikujt, që edhe të punojmë edhe të mësojmë, po ashtu të gjendemi pranë edhe njerëzve, padyshim vëllezërve dhe motrave tona, cilat duhet dinë, po ashtu dhe miqve tanë krishterë apo çdo kujt i cili pra interesohet që të di rreth Islamit. Kush ka më tepër dëshirë, unë i kam hedhë dhe librat, por ndoshta mund t'i nxjerr në fund të videos, domethënë si foto, që kush doj le t'i blej, le t'i lexojë dhe të mësoj prej tyre. Ai që do të di më tepër, unë e kam thënë dhe po e shpreh përsëri, nuk është se jam hoxh, jam një besimtar i thjesht, dëshirën e kam të madhe që t'i gjendem pranë çdo kujt që do të di për Islamin, aq sa di edhe vetë mundohem ta ndaj, nuk ka dyshim se dhe unë mund të gaboj, por i mirëpres edhe këshillimet, sugjerimet dhe korrigjimet e gabimeve të mia, dhe kush do të njohë më tepër rreth Isait alayhis salam apo gjithë fesë islame, le të shikojë dhe librat e dietarëve, ligjëratat e tyre, po ashtu ka edhe video të shumta që hoxhallar dhe i kanë mbajtur edhe shumë vite më para, po ashtu dhe në vitet në vazhdim të cilat do të vinë, do të sqarojnë edhe më tepër. Allahu ju rujt dhe inshallah bëhet e dobishme gjithë ky material që njerëzit të udhëzohen. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.